Po, nesër kemi në ndeshje kundër Flamutari, është në ndeshje kupat. Lajmi i mirë është shumica lojtarë është gati, veç Bruno. Sot kemi stërit e fundit, gjenda është e mirë, qunat është, si të them në Shqip, është shumë pozitiv sepse ishtim në ndeshje fundit 24 dhjetor edhe kemi nevojë do vazhdojmë me një ritëm të mirë. Domethënë deri tani gjithë është e rregull. Sot e tashun stërit e fundit, pastaj me stafi do flasim për gjërat e tjera, por ne jemi në rregull. Tani është në ndeshje kupët, në ndeshje shumë delikat. Kemi një në ndeshje, domethënë jam sigur edhe nesër do presim një ndeshje interesant, një ndeshje fort. Neve do luajmë për objektivat jonë, do provojmë të fitojmë në ndeshje. Edhe pastaj mund të flasim pak më shumë mas të ndeshjes. Ne jemi gati për çdo detaj, edhe për shtesa, edhe për penalti, për gjitha. Domethënë e tashun përpara, do presim deri nesër, pastaj mund të flasim, por ne jemi gati për çdo detaj sepse neve e di kemi vetëm një ndeshje, edhe gjitha kemi tani brenda. Domethënë gati jemi. Tani filloi merkato edhe për ne, kjo është e vërtetën, por varet edhe kush do largojë. Domethënë akoma ne jemi filluar takimet dhe bisedimet me direktorit klubat, me gjitha, por akoma nuk kemi ne lëviz. Domethënë do presim edhe pak, por neve e di pikat çfarë kemi nevojë.